një nga shfaqjet e veçanta që të rritë vëmendjen dhe merrte një emocion të veçantë ishte një fest lokale në Memalia i 27 qershori. Dhe në Memalia, duke u rrethuar nga gjitha anët e lumë, kishte një pyll të madh me repe, dhe në hijen e atyre repeve organizohej festa. Dhe kishte ardhur një antar i byrosë politike. Edhe kënga ishte e tillë që zërin e parë këndonte një këngëtar shumë i mirë i estradës Memaliajt, Vangel Paça, unë bëja zërin e dytë. Ju nuk e keni provuar ndonjëherë në muajin qershor, në vap të themi, një tis pluri që lëshon rapi, gjethe rapit, të ngelet një pak në fyt, jo të mbyt, po të marrësh malin. Me entusiazëm doli ajo konferenciare. Dhe tani tha, minatorët dhe kooperativistët këndojnë Vangel Paço dhe Agron Llaka. Dolim ne, shefi muzikës Indieri Dimitër Peri Miço, me fizharmonikën, y 2 3 4. E filloi kënga. Janë këto male me drapër në dorë, vin porin fshatarët bashkë me minator. Shtoj më mineralet, unë shtoj më mineralet, te metalurgjiku, burojnë nga malet, buka dhe qeliku. Për fatin e keq të Vangelit, një tis pluri hyn në fyt, dhe Vangeli po përpara antari i byrosë politike, gjithë Miço e pa situatën, Agor, kalo zëri para mo, ti ju mlo tipo. Po ku merrte vesh në ato momente Evangelit mendonte se ku të kalonte zëri para po zëri dytë dhe çfarë të bëja unë. Unë mbyt se donte patjetër një gotuj që të kalonte. Unë ndez hilaritet i madh dhe ngeli si historia, jo. Por kuptoj që kalojmë me shumë sportivitet, e kuptoj sportivitetin atë kohë, se duhet kuptosh që në një mënyrë mund ta quajmë edhe që ishte sabotazh. Edhe pastaj kalonte në hallka të tjera, komiteti i partisë, analiza, të dilë edhe në një kohë që armiku dhe kujt dihet.